I will create a protest against the new teacher, and I will jump on the table, and I will spread the news to cities like Shkoda, Velipoji, Prezi, Kruji, and after that I will jump on the table, and I will make a speech and travel to every city in Albania and hand out the newspaper, and Albania will find itself in revolution, and Edi Rama would take out the unfair teachers, and everyone will buy a Glock 19, and everyone will kill the Serbians, and we will bring back Mr. William and Mrs. Arisa, and we will not let the director make rules and rise against us. If that stupid teacher comes back, I will throw a chair in the distance while she is writing the lesson on the board, and we will avenge our old teachers, and me and my friends will crumble up papers and throw them to the teacher, and she would cry to her mom, and after that me and my friends will create a union and team up against the school, and we would win since we are better at arguing, and we would leave the school and places matches in the hallway, and ACT2 will go up in flames and we will never return. We would also save our old teachers. The end. Do të krijoj një protestë kundër mësuesës së re, do të hidhem mbi tavolinë dhe do të përhap lajmin në qytete si Shkodra, Velipoja, Preza, Kruja. Pas kësaj, do të hidhem mbi tavolinë. Do të mbaj një fjalim, do të udhëtoj në çdo qytet të Shqipërisë, do të shpërndaj gazetën dhe Shqipëria do të gjejë veten në revolucion. Edi Rama do të I eliminojë mësuesit e padrejtë. Të gjithë do të blejnë një Glock 19 dhe të gjithë do të I vrasin serbët. Do të I kthejmë zë William dhe Arisa dhe nuk do të lejojmë drejtorin të vendosë rregulla dhe të ngrihet kundër nesh nëse ajo mësuese budalla që kthehet. Do të hedh një karrige në distancë ndërsa ajo po shkruan mësimin në tabelë dhe do të hakmeremi për mësuesit tanë të vjetër, unë dhe miqtë e mi do të shkërmoqim letra dhe do të I hedhim mësueses. Ajo do të I qajë mamasës së saj. Pas kësaj, unë dhe miqtë e mi do të krijojmë një sindikatë dhe do të bashkohemi kundër shkollës dhe do të fitojmë, pasi jemi më të mirë në debate. Do të largohemi nga shkolla dhe do të vendosim shkrepëse në korridor. AKT2 do të digjet dhe nuk do të kthehemi më kurrë. Gjithashtu do të I shpëtojmë mësuesit tanë të vjetër. Fundi.